Pa telefona, pa ndihmë, vetëm lapsi dhe dia, 908 maturantët e Gjakovës u mbyllën sot për 2 orë e gjysmë për t'i nënshtruar testit të maturës. Në 7 shkolla të qytetit, procesi i testimit filloi me kohë. Për mbarvajtjen e procesit flet koordinatorja e testit të maturës për komunën e Gjakovës, Flutur Këpuska. Në komunën e Gjakovës, testi është ka organizohet dhe është ka mbahet në 7 qendra. Do të thonë për këtij momenti gjithçka është në rregull. Do të thonë me 7 qendra, rregullat kanë qenë të njëjta. Do të thonë së pari telefonat i kanë dalun, lapsi më marr me veti, një laps thjesht, uji me veti, do të thonë çdo gjë kanë qenë këto rregulla, kryesisht për nxënësa dhe normal të përgatitur. Pas 2 orë e gjysmë heshtje, zhurma u zhvendos në Obar. Se si u duk testi, tregojnë vetë nxënësit. Testi maturës ka qenë goxha e lehtë për arsye që kena bërë para përgatitje, që kena marrë edhe orë shtesë në shkollat tona që kena pat. Ka pat edhe rregulla, kopimi nuk u kon i mundur, tash në klasën time ku ju konin aty, por gjithsej u kon i lehtë. Testi maturës shkoi shumë mirë, procedurat shkuan shumë mirë, i paraqitëm letër njoftimat, i patëm disa letra për me verifiku sallat e këto sendet. Ne i vrejtje nuk pata, shkoj shumë rrjedhshëm, kesh i përgatitën e përfundova. Për test maturës jam përgatit pak me kallëzu drejtën, ama mu dok ma i lehtë që kom menu, kom prit diçka ma vështirë dhe gjithçka në klasë ka shku në rregull. Për maturantët e Gjakovës, sfida e vërtet fillon tani. Pritja derisa pikët e testit të jenë në duart e tyre.